Një ditë pas deklaratës agresive të Edi Ramës ndaj SPAK-ut, të cilin e ka telendisur duke përdorur si mburoj familjen Trump, Bashkimi Evropian është alarmuar menjëherë. Kancelari gjerman Merz ka dërguar urgjentisht në Tiranë në një mision special ministrin e tij për Europën, Günther Krichbaum. Ky i fundit ka zhvilluar menjëherë takime në parlament me Tauland Ballën dhe Jorida Tabakun, duke u bërë të qartë se nuk do të përkrahet asnjë ashtu quajtur reformë ligjore që synon të bllokojë apo të ndalë dorën e prokurorisë së posaçme. Misioni ka ardhur pas sinjaleve se në kuvend po përgatitet një draft sekret për ndryshime në kodin e procedurës penale, i cili vendos kufizime të forta ndaj SPAK-ut, veçanërisht në lidhje me zyrtarët e lartë. Siç mësohet, tentativa ka synuar ndarjen e drejtimit administrativ të SPAK-ut nga i penal, çka do të thoshte se drejtuesi i prokurorisë nuk do të kishte më rol aktiv në ndërtimin e dosjeve penale, por do të reduktohej në një koordinator formal të institucionit. Një lëvizje e tillë do të krijonte terrenin që një gjykatë administrative të pezullonte drejtuesin e SPAK-ut me kërkesë të një pale të interesuar, duke e goditur drejt për drejt funksionimin e prokurorisë speciale. Nga ana tjetër, deklarata e djeshme e Edi Ramës, i cili ka lëshuar ndaj SPAK-ut një lumë akuzash, është konsideruar agresion politik dhe ka alarmuar hapur Bashkimin Evropian. Për këtë arsye, ministri gjerman ka mbërritur urgjentisht në Tiranë për të bërë të ditur se Berlini nuk do të tolerojë asnjë akt politik nga ekzekutivi apo mazhoranca ndaj prokurorëve të posaçëm. Paralelisht, një raport i publikuar 2 javë më parë nga një agjenci britanike theksonte se pushteti i pakufizuar i Edi Ramës në Shqipëri e ka kthyer vendin në një shtet ku mungojnë realisht mekanizmat demokratik të balancës dhe kontrollit. Raporti i hartuar nga akademik të njohur nënvizon se pushteti absolut i Ramës është ndëruar në rrezik institucional. Në këtë kontekst, ministri gjerman për Europën ka takuar edhe Edi Ramën, duke i përcjellë ultimatumin politik të shefit të tij. Sipas njoftimit zyrtar për shtyp, ministri i shtetit për Europën në Ministrinë e Jashtme Federale, Günther Krichbaum, zhvilloi biseda politike në Tiranë me kryeministrin Edi Rama, ministren e shtetit për administratën publike dhe antikorrupsionin Adea Pirdeni, zëvendësministren e jashtme Megi Fino, bashkëkryetarët e Këshillit Kombëtar për Integrimin Evropian Tauland Balla dhe Jorida Tabaku, kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, si edhe drejtuesin e prokurorisë së posaçme Klodian Braho. Në fokus të këtyre bisedave ishte procesi i antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, forcimi i shtetit të së drejtës dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në përfundim të takimeve, ministri Krichbaum u shpreh se Gjermania dëshiron ta shohë Shqipërinë në BE, duke qenë njëkohësisht mik, mbështetës dhe kritik në rrugën e saj europiane. Ai theksoi se Shqipëria ndodhet në një moment vendimtar ku rruga drejt BE-s duhet të çojë përpara me vendosmëri reformat, veçanërisht në fushën e shtetit të së drejtës dhe luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, përmes bashkëveprimit konstruktiv të gjithë aktorëve institucional në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese.